diferenca totale e keshpërdorimeve është 68.017 vota. Bëhet fjalë për shumë mira vota të manipuluara dhe të falsifikuara. Pra ka kandidat, vetëm për kandidat të subjekteve të caktuara politike që kanë nga 100, 200, 500 e deri mbi 6.000 vota. Pra deri mbi 6.000 vota janë të falsifikuara për një kandidat. Pra bëhet fjalë edhe për situata ku vetëm në një vendvotim, për me pas të qartë, gjithçka ka ndodhur në qendrën komunale të numërimit. Vetëm në një vendvotim, numri manipuluar ka shkuar deri në 2.444 vota. Pra vetëm praktikisht në një klasë sa kanë votuar qytetarët, janë manipuluar 2.444, përderisa mund ta them se në regionin tonë ato që janë numëruar nga subjektet politike në QKN është vetëm një vendvotim, pra vetëm një klasë që ka dalur e pa keshpërdorur, që është 0. Dhe maksimalja thash që është mbi 2.400 vota. Për ta pasur edhe më qartë, po flasim për komunën e Prizrenit që janë shtuar hiç më pak se 40.497 vota. Dhe janë hequr hiç më pak se 27.520 vota. Pra diferenca totale e keshpërdorimeve është 68.017 vota. Pra po flasim për një organizim, po flasim për dashje direkte për ta përmbytur rezultatin, po flasim për përmbytje edhe të vullnetit të qytetarëve.